Merrni vaj ulliri dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do të vuani kurrë nga këto 7 probleme. Vaji i ullirit padyshim është një nga bimët mjekësore me më shumë vlera ushqyese. Vetëm një pikë vaj të ullirit do të merrni mbi 30 përbërës të cilat na mbrojnë nga komplikacionet e zemrës, plagë e hershme dhe shumë komplikacione të tjera të përditshme. Vitet e fundit është zbuluar se vaji i ullirit ka ndikime mbi aktivitetin metabolik të organeleve të qelizave. Prej kohësh, ai përdoret jo vetëm si ushqim, por edhe si medikament me vlera të larta për lehtësimin e disa komplikacioneve të ndryshme. Sipas specialistëve, vaji i ullirit me hudhër ndihmon edhe në lehtësimin e astmës, arteriosklerozës dhe hipertensionit. Në këtë video do të gjeni disa bashkëpunime të vajit të ullirit me produkte të tjera që sjellin dobi për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit me koriandër lehtëson vështirësitë në tretje. Vaji i ullirit me dëllim ndihmon në lehtësimin e ngërçeve dhe luhatjeve të sheqerit. Vaji i ullirit me qep ndihmon në lehtësimin e sheqerit, problemeve të frymëmarrjes, arteriosklerozës dhe pjesëve të tjera urogjenitale. Vaji i ullirit me fruta, sidomos edhe me myshkun, kuron edhe lehtëson problemet të gurëve të tëmthit dhe të astmës. Vaji i ullirit me lavandër ndihmon në lehtësimin e problemeve të ndryshme sezonale. Vaji i ullirit mund të ofrojë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit të zemrës dhe të trurit. Vaji i ullirit zvogëlon mundësinë e problemeve të zorëve dhe të gjirit. Femrat që përdorin vajin e ullirit kanë 45% më pak shanse që të zhvillojnë probleme të gjirit. Në vendet bregdetare ku konsumi i vajit të ullirit është më i madh, janë shumë më të ulta paraqitjen e disa lloje të komplikacioneve, përfshirë këtu edhe ato të gjirit dhe ato të gjëndrave. Vaji i ullirit do të ndihmojë gjithashtu edhe me tretjen. Tretet lehtë dhe ka një rol mbrojtës në traktin digjestiv. Lukthi i njeriut shumë më lehtë pranon vajin e ullirit nëse krahasojmë me yndyra të tjera. Ai ndikon shumë mirë në organet tretëse, ndihmon te gastriti, rregullon enzimat e pankreasit dhe parandalon formimin e gurëve në kanalin e tëmthit, parandalon yndyrën në mëlçi. Vaji i ullirit zvogëlon rrezikun e problemeve të luhatjeve të sheqerit. Vaji i ullirit ndihmon personat që vuajnë nga diabeti të përdorin insulinën në mënyrën e duhur. Vaji i ullirit do të mbrojë edhe nga helmet. Gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të muskujve nëse nxehet dhe masazhohet vendi ku keni më shumë dhimbje. Ai ndikon edhe në hemoroide, probleme të lëkurës, ekzema, psoriazë, insulinë e të tjera. Përfshiheni vajin e ullirit, sidomos atë sa më të pastër në dietën tuaj. Kështu përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë mbreslënse. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit më të rëndësishëm është niveli i yndyrave mono të pangopura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që sjell në shëndet, vaji i ullirit është quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse konsumoni të paktën një lugë gjedhe vaji i ullirit çdo ditë në dietën tuaj, do të keni shumë përfitime në mbrojtjen e organizmit. Sipas Step to Health do të rendisim në këtë video përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vajit të ullirit. Ai është i mirë kundër sëmundjes së demantinës. Një nga shkaqet e sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në trup. Një grup ekspertësh në Universitetin e Luizianës kanë zbuluar se një përbërës fenolik i quajtur oleokantal, që gjendet te vaji i ullirit, ka fuqi të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe të pastrojë ato, citon Eltline. Vaji i ullirit është një mundësi e shkëlqyer kundër luhatjeve të radikaleve të lira. Vetitë e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër disa llojeve të radikaleve të lira, të cilat janë testuar që lidhen shpesh me sistemin tretës dhe problemet e gjirit. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe antioksidues fenolik, të cilët kanë veti antiinflamatore. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit në trup dhe gjithashtu në rregullimin e tensionit të gjakut. Vaji i ullirit do të forcojë edhe sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët e vajit të ullirit do të mbrojnë sistemin tuaj imunitar gjithashtu edhe nga infeksionet.
Vaj ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit. Vaj ullirit ndihmon në ndjekjen e sasive të dhiamit të tepërt, sigurisht i kombinuar me dietë dhe ushtrime. Ju mund të konsumoni të paktën 30 ml vaj ulliri çdo ditë për të marrë këto përfitime dhe gjithashtu për të parandaluar komplikacionet. Marrja e vajit ulliri çdo ditë mund të kontribuojë në zvogëlimin e rrezikut të humbjes së kujtesës. Humbja progresive e kujtesës lidhet me sëmundjen e Alzheimerit dhe është çrregullim i pakthyeshëm lidhur me moshën. Një studim kulëntoi edhe shoqërimin e komponentëve fenolik në vajin e ullirit dhe parandalimin e vonesës së Alzheimerit. Studiuesit raportuan që konsumi i vajit të ullirit çoi në përmirësimin e sistemeve të kujtesës dhe kthimin e mosfunksioneve lidhura me moshën. Gazetat e vitit 2018 botuar në Clinical and Translational Neurology arritën në përfundimin se vaji i ullirit mund të ndihmojë në mbrojtjen e indeve të trurit kundër substancave toksike që mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, dhe se vaji i ullirit mund të jetë një terapi e vlefshme në parandalimin dhe ndalimin e sëmundjeve. Vaji i ullirit është një produkt shumë i mirë në luftën kundër depresionit. Nëse jeni në depresion, një lugje dhe vaj ulliri në ditë mund t'ju vinë në ndihmë. Trupi juaj është 60% yndyrë që përbëhet kryesisht nga acide yndyrore të pangopura omega-3, omega-6 dhe yndyrnat omega kontrollojnë zhvillimin e funksioneve normale të trurit dhe shoqërohen më shumë me çrregullime të humorit. Një studim i vitit 2018 nga Franca botuar në Frontiers in Psychology shqyrtoi rolin e acideve yndyrore të penguara dhe efektet e tyre në pikëllimin e trurit, siç janë ankthi dhe depresioni. Studiuesit zbuluan se nivelet e ulta të acideve yndyrore omega-3 kishin një efekt negativ në zgjedhjen lidhur me gjendje shpirtërore dhe yndyrna të sugjeruara nga polineri të pangopura që mund të jenë të dobishme në trajtimin e çrregullimeve neuropsikiatrike. Përfitimet e vajit të ullirit në dietën tuaj janë të larmishme. Fenolet në vajin e ullirit kanë veti antioksiduese, antimikrobike dhe antiinflamatore që kontribuojnë në përfitimet të shumta të një lugje dhe vaj ulliri në ditë. Inflamacioni kronik mund të kontribuojë në sëmundje të tilla si diabeti, sëmundjet e Alzheimerit, zemrës, radikaleve të lira, madje edhe problemeve të mbipeshës. Antioksidantët kryesorë në vajin e ullirit janë oleokantal, i cili ndan karakteristika unike antiinflamatore, sipas një studimi të vitit 2014 të botuar në Gazetën Ndërkombëtare të Shkencave Molekulare. Studiuesit zbuluan se oleokantal në 3.4 lug ose 50 ml vaj ulliri ekstra të pastër ka efekte të ngjashme me 10% të dozës së rritur të ibuprofenit. Gjithashtu, vaji i ullirit përmban element mjaft të mirë edhe në uljen e glukozës në gjak. Për diabetikët, një lugje dhe vaj ulliri në ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e reagimeve të qelizave ndaj glukozës. Vaji ekstra i pastër i ullirit përmban acid oleik i cili vepron si antiinflamator. Diabeti i një gjendje inflamatore dhe vaji i ullirit mund të zvogëlohen nga simptomat e diabetit, duke përfshirë këtu uljen e glukozës në gjak dhe nivelin e kolesterolit. Efektet e vajit të ullirit u vlerësuar në një studim të vitit 2015 duke përdorur 25 lëndë të shëndetshme. Pjesëmarrësve ju dha ushqim me vaj ulliri dhe vaj mistri të shtuar. Siç u botuar në Nutrition and Diabetes në vitin 2015, studiuesit zbuluan se 2 orë pas vaktit, grupi i dhënë me vaj ulliri kishte ndjeshëm më të ulët nivelin e glukozës në gjak dhe përmirësoi profilin e lipideve. Për më tepër, grupi i vajit të ullirit tregoi një ulje të LDL-s në nivelit të lipoproteinës me dëndësi të ulët. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë mund të përmirësojë peshën tuaj trupore. Të qeni mbi peshë mund të kontribuojë në zhvillimin e shumë sëmundjeve kronike. Efektet pozitive në dietën mesdhetare me përbërësit e saj të lartë të vajit të ullirit në peshën e trupit u demonstruan nga një studim 5 vjeçar. Gjetjet e publikuara në The Lancet Diabetes and Endocrinology në vitin 2016 treguan se vaji i ullirit në dietën tuaj do të ndihmojë në përmirësimin e përthithjes së insulinës dhe gjithashtu mbajtjen larg të problemeve të sheqerit në gjak. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.